qytetarët në mënyrën e lëvizjes. Aktualisht lëvizja është orientuar nga Elbasani, Sarriku, Gramshi dhe në Malish, pastaj shpërndahet në drejtim të Korçës dhe të Pogradecit, por edhe transport publik janë edhe linja ndërkombëtare që vjen edhe nga Maqedonia e Veriut, siç është Ohri apo Struga, të cilat kanë disa orare dhe realisht bëhen vartjardhje dhe për shkak të distancës, edhe ato kanë patur vështirësi. Është një rrugë e cila realisht nuk plotëson kushtet për të qenë një rrugë e sigurt dhe për të përballuar atë fluks të lëvizshmërisë, ka rritur shumë kohën e udhëtimit, ka rritur shumë kostot e operatorëve, gjë e cila kam bërë edhe thirrje gjithë operatorëve që të pakën për çmimin e biletave mos ketë një lëvizje, për pa e ditur se sa ditë do të zgjasë ky bllokim. Duke qenë se një situatë emergjente, do të ishim më të butë në aspektin e prekjes së çmimit të biletave, sepse çdo ndryshim do të prekë xhepin e qytetarëve ndërkohë, edhe aktualisht lëvizin vetëm qytetarët cilët e kanë të domosdoshme për të lëvizur, sepse është rruga shumë e vështirë për të përshkuar, është rruga shumë e gjatë, dihet orari nisjes, por nuk e parashikojmë dot orarin e mbritjes për shkak edhe të bllokimit të trafikut, që janë rrugë të cilat nuk e përballojnë edhe fluksin e madh të makinave, të cilët kujtojmë këto që kjo arterie bllokuar është një ndër arteriet më të rëndësishme të vendit dhe ka një lëvizshmëri shumë të madhe të bllokimit saj, pastaj kalimi në rrugë alternative. Rrugët alternative nuk i plotësojnë kushtet për të qenë rrugë për të përballuar atë fluks dhe kanë krijuar vonesa, kanë krijuar trafik të rënduar, bllokime të erëpashershme, gjë e cila nuk parashikohet dot se nisesh në orën 12, po them edhe arrin në orën 3 në Korçë apo në 4. Është gjithçka në momente të caktuara ndodh gjatë rrugës që zgjat udhëtimin më shumë se sa mund parashikohet. Dhe në fakt ju folët pak edhe për çmimin e biletave, por teksa i hidhja një sy mediave online mëngjesin e ditës së sotme, vije i re, sikurse ishin disa media që kishin raportuar për një rritje të çmimit deri në 40% për biletën. Padyshim edhe ne nga kontaktet që kemi pas edhe me qytetarët, është vënë re një rritje çmimit biletës, pavarësisht se ne si shoqat transporti publik i rekomandojmë që çmimi për shkak të kohës le të themi që është kohë emergjence dhe nuk është një kohë, nëse do të jetë për 5 muaj apo 6 muaj apo 1 muaj, natyrisht që duhet të rishikohet çmimi i biletës, por për momentin në qoftë se është për 5 ditë, një javë, duhet merret parasysh nga operatorët që mos ketë një ngritje të çmimit të biletës. Pavarësisht se kjo ka ndodhur në institucionet e tjera, ato të cilat duhet ta menaxhojnë edhe ta rishikojnë çdo ndryshim të mundshëm. Kujtojmë këto që ndryshimi i çmimit biletës në transportin, në tërësi transportin publik nuk është në dorë të operatorëve, por bëhet me vendim në zëm përkatës ministrive përkatëse për transportin urban me vendim Këshillit Bashkiak, që do të thotë që nuk është në dorë të operatorëve, edhe gjërasen të bëhet thirrje gjithë operatorëve, duke qenë se janë shumë